Kamera drejtua, mikrofoni po ashtu, mirë se vini një tjetër takim tek Olti Curi TV në YouTube. Faleminderit shumë. Për çfarë do flasim? Do flasim për faktin që Limoti doli nga shtëpia Big Brother VIP Kosova 4, por ka gjëra ende për të thënë sepse ka një nervozizëm me Ludon dhe me Labinot Rexhën, të njëjtën gjë e ka edhe Alba. Dhe pikërisht dëgjoni çfarë thot njëri dhe çfarë thot tjetri. Ju nuk jeni real, ju jeni turpi i shoqërisë tonë. Ju jeni disgusting. Alba, idiotin tim që du shumë, që kam aty për jashta, dhe vetëm diçka t'jeti sigur, që ky dhe një person tjetër kokë kam për t'i marrë gjëra. Pikërisht për këtë do flasim sot. Ndoshta për të rikthyer limin e Bigu i Kosovës kërkon para, po le t'ja japin nëse është e nevojshme. Ndjekim menjëherë siglën. Dhe sigla për një emision modest është shumë modeste me këtë dajren e vogël të tarantelës. Qëllon që i thua të gjitha brenda shtëpisë së Big Brotherit, qëllon që bën gjithçka, qëllon që hyn brenda shtëpisë dhe ke vendosur ta jetosh jetën 48 në 24, jo 24 në 24. Aq më shumë, kur në krah, ke dhe një person që ka vendosur ta jetoj 72 në 24 jetën. Po flasim për limin e Bigu i Kosovës, që sapo hyri, e dinim që historinë që kishte me Bia Kalifën, kishte historinë me Albën, hyri aty brenda dhe u mor me Dorçen. Më pas u rikthyet Alba, gjithë një telenovel që vazhdojmë ta ndjekim edhe sot. Sot e ndjekim nga rrjetet sociale nëpërmjet akauntit të Limotit, por deri dje ndiqnim nga Bigu i Kosovës çfarë ndodh atje. Ndodhte një gjë në Prime, një gjë gjatë javës, një gjë në Prime, një gjë gjatë javës. Por kurreshtja e madhe ishte fakti që dhe lajmet që dolën, sepse të gjithë folën për një kontratë midis Limit dhe Bigut të Kosovës, u fol për një shumë. Personalisht informacionin aty brenda më erdhi për 20.000 euro që kishte kërkuar dhe do t'i japin Limit produksioni për 2 javë. Por Limi ka qëndruar diçka më shumë sepse e ka bërë me dëshirën e tij. Por me sa duket, tani që Limi ka dalë, gjithë vëmendja është rikthyer tek rrjetet sociale të Limhotit. Mjaftoi një postim i tij që thonte kishte bërë tag Ludolin dhe Labinot Rexhën, që keni gjetur këtë, atë, edhe të gjithë menduan se kishte me Alba Pollozhanin mesazhin, një postim të cilin Limi e hoqi, që tregoi edhe një herë se Limi kishte lënë gjëra pezull brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosovës. Dhe kam përshtypjen se një rikthim i Limit atje do të ishte shumë i nevojshëm për të sqaruar gjëra. Do thoni ju nisur nga ai lajm apo ajo që diskutova pak më parë që Limi ka kërkuar pagesë për praninë e tij brenda shtëpisë së Big Brotherit, dhe do thoni ju nëse Limi do hyj për të nxjerrë, le të themi, armatimet e fundit për të shprazur dhe për dalë i qetë nga shtëpia që të mos bëj postime të tilla, për të thënë që unë mbylla këtë histori me gjithë eksperiencën time te Bigu i Kosovës, ai mund të kërkojë para. Por në rastet e tilla, kur vëmendja është maksimale, kur shikimet shkon maksimale, kur shifrat rrjetet sociale janë maksimale, atëherë produksioni le t'i nxjerr parat nga xhepi dhe le t'ja japi nëse puna është, hipoteza ime është nëse puna ngec te lekët. Pra Limi nuk po hyn brenda për ta nxjerrë atë që ne gjithë jemi kureshtar për ta mësuar për çështje lekësh, atëherë produksioni duhet vendosë dorët e portofoli, nëse mban këtu, dhe ato para t'i japi, sepse me thënë të drejtën janë para të merituar. Por çfarë ndodh tjetër? Ne menduam se gjithë kjo histori ka një farë, zakonisht kur dali nga një format si Bigu, të gjithë banorët kanë mlef. Nuk ka menduar kur se Limi, me tipin që kanë, personazhin që kanë ndërtuar, kishte mlef apo la gjë pa thënë brenda shtëpisë. Por fakti që ai poston, fakti që ai ka diçka për të thënë dhe kësaj radhe, ai ka vendosur gishtin duke përmendur, keni gjetur atë, dhe të gjithë mendojnë që është Alba. Kujdes ti, i thot Ludolis, kujdes dhe ti tjetri dhe i bën tag Ludolis, kujdes dhe ti tjetri dhe i bën tag Labinot Rexhës, tregon që Limoti vërtet ka një inat me 2 persona. Por çfarë i kanë bërë këto persona? Këto persona mos kanë lidhje me gjëra të cilat janë bërë publike gjatë kohës që Limi ishte brenda shtëpisë
dhe Limi nuk i ka ardhur mirë fare me të drejtë si çdo njeri tjetër për këto materiale që kanë dalë, kjo është një hipotezë. Hipotetën tjetër, ne do të marrim vesh vetëm në momentin kur Limi do të vendosi që të flasë për këtë gjë. Por, si që dëgjuan të fillim fare, nga audio sa aq na lejohet, e Alba Pollozhanit në prajmin paraardhës të Bigut të Kosovës, pam që dhe Alba i drejtohet këtyre dy personazheve. Atëherë çfarë ka ndodhur? Kurreshtja bëhet akoma dhe më e madhe. Të mos harrojmë se po flasim për dy personazhe me të cilët Limi jo dhe aq me të drejtë mund t'i sulmoj, mund t'i flas, mund t'i drejtohet atyre, sepse janë dy personazhe me të cilët gjatë qëndrimit në Bigun e Kosovës nuk ka patur ndonjë miqësi shumë të madhe. Por, nëse do të flasim për Albën, atëherë duhet të jemi të kujdesshëm, sepse i bie që Alba është duke grushtuar fort dy persona të cilët i kanë qëndruar shumë afër. Duhet thënë se kur Alba bënte luftën e saj të madhe me gjithë banorët brenda shtëpisë të Big Brother VIP Kosovës, ishin vetëm dy persona, ose le themi ishin pothuajse dy persona ose tek tuk ndonjë tjetër, të cilët Albës i qëndruan afër. Dhe unë kujtoj se një prej tyre ishte Ludeli hyri vonë dhe kuptoi forcën e Albës, ndërsa Labinot Rexha hyri më vonë se sa të tjerët, por pak a shumë e perceptoi forcën e saj dhe janë dy djemë të cilët i kanë qëndruar shumë pranë Albës. Mbaj mend se ato kohë, pa plasur ai sherri që ti ke qenë me Limin e më the tash, edhe Bia Khalifa ka qenë një nga personat e rrallë që qëndronte afër Albës kur gjithë shtëpia ishte kundër saj. Pra, është hapur luftë mes ish miqve, është hapur luftë midis njerëzve të cilët i njohin aty brenda shtëpisë sekrete njëri tjetrit, momente intime, i njohin emocione, i njohin gjëra apo detaje të cilët të tjerët kanë kaluar pa vënë re ose nuk i ka dhënë rëndësi. Pra, janë njerëz të cilët kanë ndarë bukën, thot populli, edhe pse buka në Big Brother Kosova apo në Big Brother Albania ndahet me shumë njerëz, edhe me njerëz të cilët ndonjëherë ne nuk duam që ta ndajmë bukën fare. Në momentet kur buxheti na sjell bukë, se ka raste që duhet ndash makaronet, kosin, djathtin. Okej, shaka kjo. Por çfarë ka ndodhur vërtet? Ç'është ky mllef i madh që Alba e din. Pra nëse është një gjë që ka ndodhur jashtë, bie poshtë hipoteza që hodha pak më parë, sepse i bie që Limi e di që Labinot Rexha dhe Ludoli kanë bërë diçka, po Alba nuk duhet ta di, se kush i tha, Limi e ka mësuar kur ka dalë jashtë. Në qoftë se është diçka që ka ndodhur brenda mureve të shtëpisë, i bie që ka ndodhur para kamerave, apo kamerat kanë qenë fikur, apo produksioni nuk do që të dali kjo e vërtet. Fakti që Ludolin dhe Labinotin e përmend edhe Limoti edhe Alba Pollozhani, me shumë mundësi, ne po bëjmë tani, unë po bëj hetuesin tani, i bie që është diçka që ka ndodhur brenda shtëpisë. Është brenda shtëpisë sepse e din të dy personazhet. Dhe personazhi të dyve është fokusuar tek dy emra. Ne vetëm duhet të presim nëse Alba do marrë guximin dhe të flasë, nëse produksioni do marrë guximin dhe ta tregojë këtë historinë nëse e di, se mund të ketë ndodhur diçka në Rogoz, janë treguar shumë të shkatët ato dhe nuk e ka marrë vesh produksioni, ose do të ketë një rikthim një ose dy ditor të Limit brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosovës dhe të marrë guximin dhe ta thotë të vërtetën si qëndron ajo. Faleminderit që ishit këtu me mua.